Mojtaba Khamenei refuzon propozimet për përshkallëzim. Lideri i ri suprem i Iranit Mojtaba Khamenei ka refuzuar propozimet për përshkallëzim që janë paraqitur nga ndërmjetësit duke kërkuar që Izraeli e Shtetet e Bashkuara fillimisht të rrëzohen në gjunjë, tha të martën një zyrtar i lartë iranian. Mojtaba Khamenei ka mbajtur mbledhjen e tij të parë rreth politikës së jashtme që nga emërimi në pozitën e liderit suprem të ka marrë qëndrim shumë të fortë dhe serioz për hakmarrjen ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, tha zyrtari iranian, pa shpjeguar nëse lideri mori pjesë të këto mbledhje fizikisht apo nga largësia, raportoi agjencia e lajmeve Reuters. Zyrtari i lartë, i cili kërkoi të mbetej anonim, tha se 2 shtete ndërmjetëse ja kishin paraqitur propozimet Ministrisë së Jashtme të Iranit për uljen e tensioneve ose armëpushim me Shtetet e Bashkuara. Zyrtari nuk dha ollësi të mëtejme rreth propozimeve ose ndërmjetësve. Lideri suprem është përgjigjur duke thënë se nuk është koha e duhur për paqe derisa Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli të rrëzohen në gjunjë, të pranojnë disfatën dhe të paguajnë dëshpërmblim.